ngritur një shqetësim për sa i përket edhe printimit të labelit të adresës ndaj qytetarëve shqiptarë të cilët jetojnë jashtë vendit. Janë 14 raste të tilla. Këto janë konstatuar deri në këtë moment. A ka të tjera janë pikpyetje dhe çfarë kërkesash ka Partia Demokratike ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të minimizohet paktën ose të zhduket e gjitha? Po, faleminderit edhe një herë për mundësinë dhe për ftesën në mënyrë që ta shpjegojmë se çfarë ka ndodhur deri më tani. Sot në mëngjes ne kishim përfaqësuesit e Partisë Demokratike në KQZ kishim një takim pune me përfaqësuesit të OSBE Odirit dhe pak minuta para këtij takimi na erdhi si informacion që ishin këto rastet e këtyre 14 po themi fletë dhe të zarfave, zarfat B, siç njihen ndryshe, të cilët ishin prodhuar në po themi 2 herë për të njëjtin rast, për të njëjtin individ. Për pikërisht për qarqet Dibër dhe Berat. Ne shkuam më një herë mbas takimit, ku ja bëm me dije edhe përfaqësuesve të OSBE Audirit këtë shqetësim, shkuam më një herë tek kompleksi Feti Borova, para parku olimpik, ku po është dhe ambienti fizik, ku janë duke përpunuar materialet dhe zarfet që do t'i dërgohen diasporës në ditët e vijim. Shkuam aty për të marrë informacion zyrtar, për të parë se çfarë po ndodhte dhe takuam përfaqësuesit e KQZ-s, drejtoreshën e votimit nga jashtë, dhe përfaqësues të kompanisë DHL që ka marrë në përsipër procedurën, erdhën dhe na shpjeguan dhe ne kërkuam llogari. Çfarë ka ndodhur e si ka ndodhur. Më pas gjatë në vijim na u bashkua dhe përfaqësuesja e Partisë Socialiste. Aty faktikisht na u dhanë disa shpjegime dhe dua të sqaroj që nuk bëhet fjalë për 14, por rastet mund të jenë disi më të shtuara për faktin sepse kishe dhe ka 2 problematika. E para është e vërtet ajo për zarfet B. Pra konsiderohen zarfet B, këto zarfe ku vendoset fleta e votimit dhe pastaj do duhet të dërgohet te adresa e personit. Ka disa zarfe që mund të jenë gabim prodhimi, na u shpjegua nga ana e administratës së KQZ-s, gabim prodhimi tek kompania që prodhon zarfet, mund të jenë prodhuar 2 zarfe për të njëjtat të dhëna. Ne kërkuam investigim, ishin prezent aty pam gjithë hallkat e procesit dhe një problem tjetër përveç këtij rasti është mos përputhja e kodit postar. Ajo që njihet me zip code, pra kodit postar në Europë, me disa raste specifike. Gjitha këto, administrata e KQZ-s i kishte mbaritur më njanë si problematika dhe i kishin ruajtur në vete. Kemi kërkuar nga ana DHL-s që të na e shpjegojë gjithë procesin dhe faktikisht është DHL-ja që e ka zbuluar këtë problem nëpërmjet çekimeve, po themi me barkode dhe me sistemet e tyre. I dëgjuam shpjegimet dhe në fund të takimit që zgjati rreth 2 orë aty, ku ishin prezent me përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe pastaj më vonë u bashkua dhe përfaqësuesja e PS-s, pam procesin, në fund takimit i kërkuam KQZ-s dhe administratës KQZ-s që të mbajnë një proces verbal të detajuar për gjitha këto raste. Duam raport ditor se çfarë ka ndodhur, çfarë po ndodh, ku janë këto raste, pse kanë ndodhur këto raste. Dhe kërkuam gjithashtu proces verbal se ku po mbahen këto materiale, çfarë do të bëhet në vijim. Dhe këtë gjë ja kemi përcjell pak më vonë edhe zoti Celi Bashi nëpërmjet emailit dhe komunikimit zyrtar pra me institucionin e KQZ-s. Jo vetëm kaq, por kemi kërkuar edhe nga DHL-ja raporte ditore. Pra duke filluar nga sot duhet na japin çdo të dhënë se çfarë po ndodh dhe çfarë lloj problematikash ka. Nuk përjashtohet ka dhe problematika të tjera. Është herë e parë që po ndodh kjo gjë, por ne do jemi aty. Si përfaqësues Partisë Demokratike jemi vigjilent dhe do të jemi aty gjithkohës. Jo vetëm kaq, por edhe një informacion shtesë që po jap për ju në mënyrë ekskluzive. Kemi qenë ne që thirrëm mediat në fillim që të vinin aty, të ishin prezent, të filmonin kur ishin fondot kjo takim, por thirrëm gjithashtu edhe prezencën e OSBE-s dhe Odirit Tiranë, që të sjellin përfaqësues të përhershëm të jenë tek ambientet ku po kryhet gjithë ky proces i votimit, po themi materiale i përgatitja materialeve. Përgatitja materialeve, sepse është gjëja më e rëndësishme, është ana logjistike. Siç po e shohim nga kamera tani, pamja janë të gjithë fletët e votimit për 246.000 zgjedhës të regjistruar tashmë në PER. Ne duam që të jetë prezenca OSBE-s aty permanente, non stop.
Është e vërtet që jepet procesi me kamera, jepet 24 orë nëpërmjet kanalit YouTube të KQZ-s e tjerë, por prezenca aty duhet jetë e faktori ndërkombëtar, po ashtu edhe përfaqësuesit e Partisë Demokratike shkojnë, do jenë prezent tërkohës me minimalisht 14 persona që do të mbulojnë, po themi ato qendra aty ku po përpunohen materiale. Pra kemi një vëmendje të shtuar dhe po e monitorojmë procesin me shumë kujdes. Nga ana tjetër, kemi kërkuar llogari dhe përgjigje zyrtare nga ana e KQZ-s të na shpjegojë pse ka ndodhur ky problem dhe masat që do marrin për ta shmangur sa të jetë mundur një problematik të tillë. Nuri,